Kino Hyrje Hana sjell një tjetër javë plot emocione për adhuruesit e filmit. Në ekranin gjigant të kinemas do të shfaqen 2 premiera të reja, duke sjell histori, personazhe dhe aventura për publikun. Orari javor hapet të premten, ku për të gjithë adhuruesit e filmave horror vjen filmi Insidious nga ora 16 për t'ia lënë vendin komedisë më të shumë pritur të vitit, Spa Weekend, me fillim nga ora 20. Sa i përket ditës së shtunë, do të ketë një repertuar të gjatë të shfaqjes së filmave, ku dita fillon me filmin The Super Mario Galaxy Movie, ora 13, Toy Story 5, ora 15, vazhdon me komedin premier të kësaj jave, Spa Weekend në ora 17 dhe përmbyllet me shfaqjen e filmit Spider-Man Brand New Day në ora 20. Dita diel fillon me filmin Minions and Monsters, ora 13, pastaj me filmin Moana, ora 15, vazhdon me filmin The Odyssey, ora 17 dhe përmbyllet me komedin Spa Weekend në ora 20. E hëna sjell një program fantastik filmash që nis në orën 14 me filmin The Odyssey. Më pas shfaqet filmi Spider-Man Brand New Day në orën 17 dhe për të përmbyllur orarin javor shfaqet filmi horror premier Insidious në orën 20.